A do të kërkoj opozita të mbahet përgjegjësi për shembull shkarkimin e ministrit të mbrojtjes Piro Vëngu apo të ministres së brendshme Koçiu, e cila një ditë më parë deklaroi në komision se Shqipëria është një vend i sigurt. Faleminderit. Sigurisht që opozita do kërkoj, por dorëheqjen Piro Vengut ja ka kërkuar edhe vetë Edi Rama. Po Piro Vengu nuk ja fishklon Edi Ramës. Nuk ja pyes aty më. Natyrisht ne do kërkojmë. Do kërkojmë edhe dorëheqjen e menjëhershme të kësaj ministreshës, e cila është me probleme madhore. Dhe ne do kërkojmë largimin e saj. Natyrisht, nuk kam prova se kjo është e përfshirë në skenarin e ekzekutimit të Danit në vendin më të sigurt. Sa aty janë profesionistë të tjerë që hynë ato organizime. Por mënyra se si reagon kjo dhe si sillet kjo e bën përgjegjëse për të gjithë këto dështime që ndodhin. Lidhur me platformën parlamentare që paralajmëruat se opozita do të nisë të hënën para kryeministrisë. A mund na jepni më tepër detaje se si do të jetë organizuar, do të jenë gjithë deputetët e Partisë Demokratike, të opozitës, do të ketë qytetarë, si do të jetë ajo? Do jenë deputet dhe qytetarë. Natyrisht, kjo është një kohë që Partia Demokratike është e detyruar të punojë njëkohësisht në shumë plane. Ne do fillojmë tani takimet dhe analizat në çdo qelizë tonë. Deputetët do të jenë edhe në platformë, edhe në komision dhe në parlament, do të jenë dhe në takime me qytetarët. Pra, cila do të jetë skedula, do bëhet dhe do të kombinohen me fjalë. Unë nuk mund të them se të gjithë deputetët do të jenë aty, në rast se deputet kanë takimet të caktuara me elektoratin, përparësia absolute do ketë takim me elektoratin, dhe s'mund t'u devjojnë. Pra, ne tani jemi hedhur në një qëndrim, në një betejë të gjithanshme me regjimin. Zoti Berisha, po protesta do të jenë të vazhdueshme, me qenë se kryetarët e degëve dje kërkuan, për të paktën për media thanë se nuk do të jetë thjesht një shëtitje në bulevard, por të jenë të vazhdueshme. Protestat kombëtare. Protesta kombëtare do përcaktohet skenari. Ajo do thirret momentin e duhur, fillimi është ky. Me këtë parlament protest para kryeministrisë, dhe pastaj do punohet për thirrjen e një proteste të përgjithshme, skenari i cili do përcaktohet. Faleminderit.